Kemi një dokumentar shumë të rëndësishëm, me fakte dhëna që për fat keq kanë mbetur shpesh në hije. Si u vran shumë të rinj nga Kosova, trojet shqiptare në Maqedoni, Presheve me radh, gjatë periudhës së kryerjes së shërbimit të detyruar ushtarak në armatën ish jugoslave, nga viti 1951 deri në vitin 1991. Ka edhe më pas, por gjatë kësaj periudhe 40 vjeçare janë vrarë për të deklaruar të vetë vrarë më se 135 të rinj shqiptarë. Çfarë dua të them me këtë? Janë vrarë por deklaruar të vetë vrarë. Të rinj shqiptarë thërriteshin për të kryer shërbimin e detyruar ushtarak në armatën ish jugoslave. Ishin të rinj që vinin kryesisht nga familje atdhetare, të cilët ishin përfshirë në lëvizjet patriotike të kohës. Ekzekutoheshin, vriteshin gjatë shërbimit, por tek familjet ktheheshin me arkivol prej hekuri, që familjet mos t'i hapnin për të parë trupat, sepse këta të rinj deklaroheshin të vetë vrarë, kur në fakt për gjatë shërbimit ishin vrarë. Është një temë shumë e rëndësishme që duhet të dëshmojë e tregojë të vërtetat e saj. Si u vranë shumë të rinj shqiptarë, të rinj të familjeve atdhetare. Do të sillim dëshmi të shumë prej këtyre familjeve. Ka padyshim studiues të nderuar të cilët kanë mbledhur në periudha të ndryshme të dhëna për këta të rinj. Padyshim, numri nuk mund të konsiderohet kurrë i plot, sepse përgjatë 40 viteve, 1951, 1991, janë shumë të rinj vrarë. Mund të ketë edhe të tjerë që nuk janë përfshirë në këto statistika. Megjithatë, ndiqeni këtë dokumentar tragjik se si ktheheshin këta të rinj shqiptarë në familjet e tyre me arkivol prej hekuri. Dokumentarin e plotë e gjeni në komentin e parë poshtë kësaj video.